Tu ngjatjeta, uroj të jeni mirë. Ashtu si që ju kisha premtuar dje dhe sot paradite, sot do t'ju sjell një analizë jashtëzakonisht e rëndësishme e cila lidhet me atë që e folëm dje, planin e detajuar për të rrethuar Turqinë. Sot e bëj këtë sepse sot ka patur një zhvillim jashtëzakonisht të rëndësishëm në lidhjen e mesme, ku sekretari amerikan Marco Rubio ka zbarkuar në Tel Aviv dhe është takuar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Unë mbrëm ju pata folur për një plan në terma të përgjithshëm. Sot do ju tregoj si në asnjë televizion tjetër apo në asnjë drejtare tjetër shqipfolse. Dhe rrallë do të merrni informacione të rralla, të jashtëzakonshme për planin e madh dhe sebepin që po pritet për të goditur dhe për të sulmuar Turqinë. Çfarë po ndodh? Cili është plani? Ka patur një vizitë sot të sekretarit amerikan Rubio në Tel Aviv dhe ai është njohur nga izraelitët me këtë plan dhe me skemën që ka Mossadi izraelit për të rrethuar Turqinë. Plani është shumë i madh dhe nuk është vetëm Izraeli në lojë, por janë edhe disa shtete të tjera, të cilat unë do t'ju tregoj të gjitha në këtë moment. Është Izraeli, është Çipro, është Greqia, është Franca dhe lojtarë të tjerë të cilët janë duke bërë planin. Planin e detajuar do t'ju jap tani. E bëjmë këtë dhe e shikojmë imësisht këtë analizë si në asnjë televizion tjetër shqiptar për t'ju treguar se çfarë pritet në botën e re ku Amerika ka zëvendësuar emrin e Defense Secretary, sekretari i mbrojtjes, në sekretari i luftës. Sekretari i luftës, Pentagoni është sekretaria e luftës. Pse bota ka ndryshuar? Po ç'po ndodh me Turqinë? Çfarë është Turqia duke bërë dhe si luajti Turqia që po mbrin në këto ditë? Përpara pak javëve, sekretari amerikan Marco Rubio deklaron në Washington DC. Për shumë nga mediat dhe agjencitë e lajmeve thotë, jemi shumë të shqetësuar nga rritja e frikshme, e pa imagjinueshme, e llahtarshme e Turqisë dhe kapaciteteve të saj mbrojtëse dhe ushtarake. Kur më parë në 15 vitet e fundit, thotë sekretari Rubio, nuk kemi parë një rritje kaq të fuqishme të Turqisë, që do të thotë se Turqia është një kërcënim, një kërcënim i vërtet për të gjithë pjesën e cila ka dyshime tek orientimi i saj. 164 uzina dhe korporata ushtarake, të cilat rriten me shpejtësi 10 herë më të madhe se sa në vitin 2015, jemi 2025. Çfarë është duke ndodhur? Ka disa skenar për ta frenuar Turqinë dhe ka disa skenar të mëdhenj për të ndërtuar një ekuilibër të ri në këtë pjesë të rajonit të botës, në mesdhe. Dhe duke qenë që ne jemi afër dhe lidhet edhe me planet e tjera, me shitjen e Pashalimanit, lërini që ju thonë për histori me rezorte, është lojë shumë e madhe kjo. Tani do ta kuptojmë pak nga pak. Unë mbaj përgjegjësi për çdo lloj deklarate apo për çdo lloj informacioni që sjell këtu. Ustallarët e din shumë mirë se çfarë po them unë. Njerëzit e thjesht nuk merren me ta sepse një pjesë nuk kupton, një pjesë është aty për të bërë humor. Po flasim gjëra jashtëzakonisht serioze. Cili është ky plan me të cilin është njohur sot në Tel Aviv Marco Rubio nga Benjamin Netanyahu dhe nga shërbimet izraelite? Amerikanët sigurisht janë shumë të kujdesshëm me që vazhdojnë të jenë xhandari i botës dhe komandanti i botës apo komandanti i hemisferës perëndimore në këtë moment ku ka rivalitet nga lindja, po përpiqen që në pamje të parë të jenë neutral, por amerikanët nuk e pëlqejnë dhe nuk u ka shijuar mirë tek qiellza e tyre në Departamentin e Shtetit dhe absolutisht edhe tek sekretari Rubio
nuk i ka pëlqyer Erdogani në organizatën e Bashkëpunimit Shangajt. Të shkosh në Pekin dhe të jesh antar i NATO-s dhe ushtria e dytë në NATO me një rritje të frikshme të kapaciteteve ushtarake, tregon që Turqia po bën një lojë më të madhe se sa çmendohet. Amerikanët dhe izraelitët sigurisht e kanë kuptuar këtë. Dhe kush është skenari? Le t'i marrim pak nga pak, ndoshta sonte do t'ju marr disa minuta më tepër se zakonisht, por të jeni të sigurt që këto informacione që do t'i merrni këtu nuk do t'i gjeni në asnjë vend tjetër. Ju a kam thënë, jemi të armatosur me burime të nivelit të parë. Faleminderit. Si është i organizuar ky plan? Fillimisht të shohim pak retrospektivën, të kthehemi pak në lëvizjet e fundit të Izraelit në vitet e fundit. Po të shohim aktualisht situatën në Siri, do të vërejmë se Izraeli, i cili është vetë 22.000 km2, vetëm në këtë moment në Siri ka pushtuar 7.600 km2, pra gati 1/3 e sipërfaqes së vet. Aty janë shumë shërbimet botës, janë shërbimet franceze, janë shërbimet britanike, të cilat keni parasysh çdo gjë, çdo mizë që luan në lindjen e mesme, aty janë britanikët. Por britanikët, ndryshe nga shërbimet e tjera të botës, nuk lën shenja gishtërinj, pra nuk e merr vesh kërkush që janë aty, sepse janë tradicionalisht shkollë shumë e avancuar e lojës shërbimeve dhe kur nuk i lën shenjat e gishtërive në asnjë vend. Ka disa lloje shërbimesh të cilët po konfigurojnë ekuilibrat gjeostrategjik në lindjen e mesme dhe veçanërisht të shohim pak situatën që po rrethohet, me të cilën po rrethohet Turqia. Shërbimet sekrete turke, MIT-i dhe Akademia Sekrete e Studimeve Ushtarake Turke e ka marrë vesh planin e Netanyahus përpara se të mbrijë Marco Rubio në Tel Aviv sot. Dhe Erdogan dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Turqisë, vetëm përpara pak orëve, ka bërë një thirrje për mobilizimin e 100.000 trupave shtesë, të cilët nga momenti në moment pritet që të marrin detyrën e mobilizimit të tyre të përgjithshëm. Për çfarë? Për të shkuar në Qipron turke, Qipron veriore, ku po ndodh atje diçka e madhe, të cilën unë do t'ju shpjegoj tani, qëndro me mua më shumë pak durim. Qipro greke, e cila është antare e Bashkimit Evropian, është baza më e madhe e aviacionit dhe e shërbimeve britanike, nëpërmjet të cilave britanikët kanë stacionet e tyre të radarëve më të fuqishëm në Mesdhe dhe me cilën kontrollojnë të gjithë situatën edhe mizën që lëviz nga Ukraina, nga Rusia deri në poshtë në Oman, në vendet e Xhirit persik, pra poshtë në Xhi, tek vendet e Xhirit. Kjo pjesë është e kontrolluar nga Tel Avivi, pra nga Izraeli, dhe përgjithsisht nga Mosadi, Qiproja greke. Por kemi edhe një pjesë që është Qipro e Turqisë. Qipro e Turqisë është e lidhur gjithashtu, unë po ja bëj panoramën të gjerë që të kuptoni se si po rrethohet Turqia dhe çfarë pritet të vi, cili është plani i madh. Sigurisht unë shoh këtu te komentet, shoh tifoz, jo i bi, jo qafsha plakën, nuk i bi, jo për kokë time nuk i bi, jo do t'i bëhet nami. Unë merrem me analizë serioze, nuk merrem me tifozllëk. Kuptoni? Nuk jam këtu për të bërë tifozin, unë jam për t'i shpjegu popullit tim dhe ustallarëve që na dëgjojnë, se na dëgjojnë shumë ustallar. Më shumë ustallar nga që imagjinon. E dëgjojnë këtë kanal dhe mbajnë shënime. Por unë dua që edhe ju, populli im i dashur, miqtë e mi të dashur, të mbani shënime, sepse këtu do të dëgjoni gjëra shumë interesante dhe në vijim ju premtoj se do të keni gjëra akoma më interesante. Rrethimi nisi me Turqinë, marrja e Turqisë, nisja e projektimit të korridorit Devit, Izrael, Daraa në Siri, Suejda
për të dalë sipër në Deir al-Zor, për të dalë sipër në Hasaka dhe për të dalë sipër në zonat e quajtura Eufrati Lindor, që është naftëmbajtësia dhe gazmbajtësia e 82% të naftës dhe të gazit të Sirisë. Ky është ai që quhet korridori David, i cili nuk është vetëm një korridor ushtarak, por është një korridor logjistik, ushtarak, politik dhe që shërben për të mbajtur lidhur korridorin nga Tel Avivi, nga Izraeli në Siri për tek forcat YPG në Kurdistan, atje ku kemi dy familje të mëdha të cilat kontrollojnë forcat atje, forcat kurde, familja e Talebanit, Xhelal Talebanit dhe Masud Barazanit. Ata janë sigurisht aleat të fortë të Izraelit dhe qëndrojnë në atë pjesë atje të Turqisë. Në këtë moment, Izraeli ka 6 baza ushtarake në lartësitë Golan, në Konajtira, në shumë zona të Turqisë dhe e gjithë situata, e gjithë ideja është që të kontrollohen të gjitha hapësirat të jenë nën kontrollin e Izraelit nga Egjipti, Libani, Jordania, Irani, Turqia, pra e gjithë kjo zonë dhe gjithë ky rajon. Çfarë po pritet tani të realizohet? Po pritet sebepi, cili është për t'i rënë një shteti duhet një sebep. Sebepet krijohen zakonisht nga lobe të caktuara. Po të kuptuar sebepet dhe para se të shkojmë ke sebepet, sebepi që duhet për t'i rënë Turqisë, do të kuptojmë pak lojën në Qipro. Në Qipron e Veriut, që është nën kontrollin e turqve dhe të Turqisë, pra dhe të ushtrisë turke, izraelitët kanë nisur të blejnë masivisht prona nëpër vjet miliarderëve atje. Janë duke bler toka dhe prona shumë pranë forcave ushtarake, bazave ushtarake të Turqisë. Turqit kanë nxjerrë para 2 ditësh një urdhër që ndalon rreptësisht shitjen e pronave dhe të tokave pranë bazave ushtarake turke në Qipron turke të Veriut. Pse? Sepse janë tashmë të informuar se goditja e befasishme mund të vi pikërisht nga njëra nga pikat ku mund të goditet Turqia mund të jetë pikërisht Qipro e Veriut apo Qipro greke. Për të kthyer ke sebepi që duhet për të godit një shtet, shkojmë në vitin 1995, për shembull, kur kolonel Muammar al-Kaddafi u akuzua se kishte armë të shkatërimit mas. Apo u përfol se Kaddafi kishte mbritur në teknologjinë që ia mundsonte Kaddafit krijimin apo prodhimin e armës bërthamore. U alarmua perëndimin aso kohe, pasi kolonel Kaddafi, Muammar Kaddafi i Libis, ishte rënë në kontakt me doktor Abdul Kani, që njihet edhe babai i bombës bërthamore të Pakistanit. Doktor Abdul Kani ishte në kontakt me Kaddafin aso kohe dhe i kishte dhënë sekretin dhe teknologjinë e bombës bërthamore. Por Kaddafi në aso kohe ja kishte dorëzuar vullnetarisht CIA-s amerikane këtë sekret të dorëzuar nga babai i bombës pakistaneze Abdul Kani dhe ja dorëzon vetë Kaddafi CIA-s sekretin dhe heq dorë vullnetarisht nga dëshira dhe aspirata e Libis pra për të patur dhe për të poseduar një armë bërthamore. Pra e dorëzoi vullnetarisht pa presion. Në vitin 2002, po të shihni vetëm një vit përpara sulmimit të Irakut dhe rrëzimit të Saddam Huseinit,
sionistët, lëvizja sioniste me lobimet e saj shkojnë në Kongresin Amerikan në nëntorin e 2002 dhe në dhjetor dhe nisën të lobojnë se Saddam Husseini kishte armë të shkatërimit në masë. Pjesa më e madhe e juaja e di që nuk u zbulua vetë britanikët dhe shërbimet britanike, vetë CIA dhe MI6 i britanik e njoftuan më vonë se pretendimi se në Irak kishte patur armë të shkatërimit në masë ishte një pretendim i paqen dhe i bosh, i cili nuk kishte asnjë lloj vërtetësie. Pra, duhej një sebeb për të rrëzuar Saddam Husseinin dhe Irakun aso kohë. Pse? Sepse Saddam Husseini në ato kohë ishte fuqia ushtarake numër 6 e botës. Përpara disa ditësh, për të kthyer në Washington, tek administrata e presidentit Donald Trump, por edhe për të kthyer tek plani i madh për të kuptuar se çfarë po ndodh dhe si po rrethohet Turqia, presidenti Donald Trump u pyet nga gazetarët se si e shikon ai mundësinë këtë lëvizje të Erdoganit, i cili shkon në Organizatën e Bashkëpunimit Shanghai dhe takohet atje me kundërshtarët apo me rivalët apo me haspin e Amerikës, a rrezikon kjo unitetin e NATO-s. Donald Trump jep një përgjigje interesante gazetarëve, i thotë nuk e di se përse ka shkuar, thotë, por nëse një ditë, thotë, për gazetarët, Turqia do të sulmohet nga një vend mik i Amerikës antar i NATO-s, nuk do të aktivizohet neni 5 i NATO-s. Pse? Sepse dihet qartësisht se duhet një unanimitet për të goditur dhe mund të ketë shtete siç ju shpjegova një natë më parë. Kështu ndodhi në kohën e, kthehemi tek Saddam Husseini, pra, kështu ndodhi në kohën e rrëzimit të tij, u lobua fort, ka armë të shkatërimit të masë dhe pastaj mbaron historia e armëve të shkatërimit të masë. Kjo ndodhi gjithashtu në vitin 2006 në Liban, lufta e 34 ditëve në jug të Libanit, që ishte sebepi, ishte rrëmbimi i ushtarëve izraelit, por sigurisht plani ishte diçka tjetër. Gjithashtu në vitin 2011 janë përdorur shumë nga lëvizjet xhihadiste në Siri për të përdorur dhunë, masakra dhe armë të shkatërimit në masë në mënyrë që të përdoreshin si pretekst për ndërhyrje në Siri dhe ngritjen e pretendimit se Siria ka posedon dhe ka goditur me armë të shkatërimit në masë. Sot 1/3 e sipërfaqes së Sirisë kontrollohet nga Izraeli. Kjo për arsye edhe të zhvillimeve të reja dhe të fundit të cilat ndodhen në Siri. Zoti Erdogan dhe izraelitët u morën vesh për çështjen e Turqisë, por Erdogan me sa duket nuk i kishte bërë llogarit ashtu siç duhet dhe me sa duket do t'i vi momenti që do ta paguaj faturën e lëvizjeve në Siri për atë strategji që ndodhi atje. Në lindjet e Eufratit, Izraeli sot, pra në Siri, kontrollon Al-Hasaka, Xharablus dhe Afrinin, që janë 2-3 pika të rëndësishme atje, pra. Ky trekëndësh që siguron korridorin logjistik, ushtarak dhe operacional nga Haifa deri tek kufit e Iranit, nëpërmjet rajonit Kurdistanit në Irak, është plani apo pjesë e planit të madh për rrethimin e Turqisë. Partia Demokratike e Kurdistanit dhe nga ana tjetër Partia Kombëtare e Barazanit, që janë në Erbil, atje ku Mossadi izraelit ka dhe qendrat e komandim kontrollit, ku operojnë 150.000 ushtarë peshmerga. 150.000 ushtarë peshmerga janë gati në çdo moment që do të urdhërohen për të përdorur apo për të hyrë në luftë me Turqinë me urdhër të Izraelit dhe për të sulmuar Vanin dhe Diyarbakirin, 2 zona në atë rajon të juglindjes
së Turqisë. Çfarë është plani dhe çfarë po ndodh në Kipro? Siç ju thash, ka nisur blerja masive e pronave në Kipron e Veriut dhe janë duke u rrethuar qendrat militare dhe qendrat ushtarake të Turqisë në këtë pjesë të Kipros. Është një plan grek, francez, amerikan dhe sigurisht ku është i përfshirë edhe Izraeli, që Turqisë t'i bëhet presion dhe t'i tregohet se ekziston një plan i mundshëm për t'u sulmuar dhe për t'u rrethuar. Kipro turke sigurisht e ka kuptuar këtë pjesë dhe duket qartë që edhe grekët bashkë me francezët janë shumë të interesuar që të shkojë përpara ky plan dhe Turqia të marrë një goditje të tillë apo t'i bëhet një presion i tillë. Plani konkret është marrja e Kipros së Veriut apo e Kipros turke të quajtur nëpërmjet një sulmi të befasishëm. Shërbimet sekrete turke e kanë zbuluar planin dhe siç ju thash përpara disa orëve kanë nxjerrë urgjentisht planin për mobilizimin e 100.000 trupave shtesë dhe për t'i çuar atje. Sigurisht këtu ka një objektiv të Izraelit deri tani ka qenë tërësisht i panjohur, por tashmë ka dalë në skenë. Paralajmërimi është ky. Objektivi i Izraelit për goditjen e menjëhershme në Turqi është goditja e centralit bërthamor AKU, është central për karburant bërthamor në afërsi të Mersinit në Turqi. Turqia, nëse për të gjithë ata që nuk e din, ka një marrëveshje me Kremlinin, me Vladimir Putinin, $2.4 miliard dhe Federata Ruse po ndërton atje 4 central për ujë bërthamor, ai që quhet ujë bërthamor. Pra është një investim rus me të drejtë shlyerje nga Turqia, do të merren vesh me njëri tjetrin. Kjo është kompania ruse Rusatom, e cila shet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot më shumë se $1 miliard karburant bërthamor. Turqia është në një pozicion jashtëzakonisht të vështirë, e din dhe turqit se cili është momenti dhe çfarë është duke ndodhur. Për të kuptuar këto goditje në retrospektivën historike, kuptojmë gjithashtu edhe goditjen e reaktorit bërthamor francez në Irak në vitin 1981, në atë që u quajt operacioni Opera. Në vitin 2007 sigurisht është goditur gjithashtu një reaktor bërthamor në Siri, në kohën kur ishte Bashar al-Assadi, pra reaktor bërthamor i investuar me $3 miliard nga Republika Islamike e Iranit dhe ndërtuar nga shkencëtarët koreano-verior, sulm nga i cili mbetën të vrarë shumë vjetra shkencëtar nuklear korean dhe kinez. Në 21 qershor të vitit 2025, pra po marrim ciklin historik të goditjeve dhe për të ardhur tek sebepi dhe krijimi i klimës për goditjen e Turqisë, në 21 qershorin e 2025-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës godasin në Fordovën në Iran, Natanzin dhe Isfahanin, 3 pika pjesë të programit bërthamor të Iranit. Kujdes, mbani shënim këtu, i cili drejtohet nga SPND. SPND është programi më sekret bërthamor i Iranit. Çështja e ndryshimit ndërmjet Iranit dhe Turqisë është se Irani i ka këto baza mbi tokë, nën tokë, të futura në shpella apo në tunele nën male, ndërsa Turqia i ka mbi sipërfaqen e tokës. Pa diskutim që plani i Benjamin Netanyahus për Izrael të madh nuk mundet të realizohet në qoftë se nuk neutralizohet në qoftë se nuk neutralizohen fuqitë e mëdha rajonale si Irani, si Turqia, por edhe Arabia Saudite, Egjipti, që janë shumë fuqi të mëdha, qoftë financiare, qoftë njerëzore
qoftë ushtarak. Pra, plani për goditjen e Turqisë është shumë i përgatitur, është një plan i mirëfillt, i cili po bëhet gati për të marrë një okay pasi të krijohet sebepi. Por a mund të bëhen planet pa Hanxhiun? Kina nga ana e saj si do të veproj, a do të veproj Kina, a do të lejoj Kina që të lëvizin këto pllaka tektonike kaq fort bashkë me Rusinë në paradën e fundit ushtarake që lideri kinez bëri në Kinë. Kinezët nxorën 47 armë sekrete që kanë dalë në 5 vitet e fundit pra nga Pekini, dhe duhet keni parasysh, ka një raport nga shërbimet sekrete, në qoftë se kinezët nxjerrin 47 armë sekrete, do të thotë që minimalisht kanë edhe një 100 armë të tjera të cilat nuk i kanë prodhuar, që do të thotë një super deterencë ushtarake nga Pekini për aleancën SBA Japoni Kore e Jugut kundër aksit të Kinës dhe një mas apo një aleancë ushtarake e cila e rrethon Kinën nga deti i Kinës së Jugut. Por të kthyer në lindjen e mesme dhe rrethimin e Turqisë, ky është plani pra nga Qipro, nga Siria, nga Libani dhe krijimi i korridorit David, për cilin unë ju kam folur edhe në media kur dilja nëpër televizionet e Tiranës, se tani nuk dal më. Kam vendosur të mos dal, do të jem këtu me ju, dhe ju kam folur për korridorin David dhe kam folur edhe për shkepjen totale të lindjes mesme që do të nisë. Korridori David është korridori i parë më i rëndësishëm politik, logjistik që lidh Tel Avivin, Haifën me lindjen e Eufratit, ku është 82% e naftës dhe e gazit dhe ku janë forcat kurde aleate të Izraelit dhe të Amerikës, të cilat të presin vetëm një dritë jeshile që të sulmojnë ato rajone të Turqisë. Përveç kësaj ka nisur edhe spastrimi i Gazës dhe rrafshimi i saj. Tanket e Izraelit kanë mbritur sot në zemër të Gazës dhe në qoftë se e marrin edhe Gazën plotësisht, izraelitët do të marrin kontroll edhe të gjithë sasinë e frikshme të gazit dhe të naftës e cila ndodhet përballë brigjeve të Gazës. Janë 500 miliard dollar. 500 miliard dollar gaz përballë Gazës dhe kemi një sasi pothuajse të ngjashme përballë brigjeve të Libanit. Në Liban sot kemi një qeveri dhe një presidencë të cilët janë duke e marrë tërësisht kontrollin e Libanit pas goditjes që mori Hezbollahët. Ish komandanti i forcave të armatosura, generali Aoun, i cili është njeri amerikanëve, sot është president i Libanit, ndërsa kryeministri erdhi nga Haga, një personalitet gjithashtu i afërt me amerikanët që po bëjnë presion ndaj Hezbollahëve dhe ndaj kreu të deep state-it libanez, që është kreu i parlamentit Nabih Berri, për të ulur influencën e tyre dhe për të marrë nën kontroll Libanin. Të gjitha këto janë një plan i madh për këtë lindjen e re të mesme dhe plan i madh i cili do të jetë një paradhon për bazat e këtij sulmi dhe këtij rrethimi të Turqisë dhe për të hedhur përpara bazat e kontrollit të Izraelit për tërësisht për lindjen e mesme sipas planeve të tyre. Në Qipro kemi 2 baza detare toksore që kontrollohen, nga ku kontrollohen të gjitha operacionet e spionazhit dhe operacionet ajrore, dhe janë 2 baza inteligjence ajrore dhe detare që ofrojnë të gjitha informacionet për IDF, Israeli Defense Forces, dhe që koordinojnë të gjitha veprimet ushtarake dhe të shërbimeve sekrete për të kontrolluar Mesdheun dhe hapësirën nga Rusia deri në poshtë në vendet e gjirit. Baza për kontrollin e hapësirave ajrore në lindjen mesme mbërrin pra me kontrollin dhe radarët e saj deri tek kufit e Rusisë. Ajo është baza
në të cilën në luftën 12 ditore ndërmjet Iranit dhe Izraelit u strehuan rreth 150.000 shtetas izraelit. Këtu vim edhe tek ajo që unë ju pata shkruar apo ju kisha paralajmëruar apo ju kisha shpjeguar me dokumentin që zbulova apo që e nxorra nga arkivat amerikane të Henry Kissingerit, i cili flet për goditjen e Izraelit të 7 vendeve arabe përpara luftës së tretë botërore. Ju e morët vesh, u fol gjithashtu për mënyrën se si ka goditur Izraeli Katarin dhe nga kanë kaluar avionët, kanë treguar pralla sa i kanë ngop njerëzit. Avionët izraelit janë nisur nga baza Tel Nof me avion F-15 dhe kanë fluturuar mes përmes Jordanisë. Këtu pastaj ka diçka që nis e zbehet nëse ka qenë Arabia Saudite pjesë e zonës ku është fluturuar apo jo. Flitet gjithashtu për disa opsione, por ajo që është më sigurt është se avion ushtarak të bazave aleate të Katarit nga Katari janë ngritur në fluturime normale, rutin, quhen fluturime rutin, për të furnizuar me karburant avionët F-15 të Izraelit, të cilat janë furnizuar në ajër, kanë goditur Katarin dhe më pas, mbasi janë furnizuar, janë kthyer për në bazën izraelite Tel Nof. Duket qartë që sigurisht loja është jashtëzakonisht e komplikuar, është jashtëzakonisht e ngatëruar dhe ka një pyetje shumë të madhe që bëhet, si është e mundur që Arabia Saudite apo vende të tjera të gjirit kanë harxuar qindra miliarda dollar për të marrë teknologjinë e fundit ushtarake amerikane, dhe si është e mundur që pajisjet e vendeve të gjirit, qofshin të Arabisë Saudite apo të Katarit apo të Kuvajtit, që janë blerë të gjitha me teknologjitë më të fundit nga Amerika, si ka mundësi që nuk kanë funksionuar dhe nuk i kanë zbuluar avionët izraelit. Kjo ka një shpjegim pra që lidhet me sistemin e inkriptit që e nxjerr jashtë funksionimit gjithë teknologjinë që mund ta ketë shitur Amerika ushtarakisht një shteti. Ai quhet sistemi i inkriptit deadlock. Deadlock është një sistem enkripti i cili i bllokon të gjitha pajisjet ushtarake në momentin që amerikanët vendosin që kjo duhet të ndodhë, pra nuk janë funksionale në çdo rast dhe në çdo moment. Kjo është rrethimi nga poshtë: Libani, Jordania, Siria, Irani, Katari, Jordania, Turqia, Çipro, dhe nga ana tjetër gjithashtu është një luftë e jashtëzakonshme dhe një përpjekje e jashtëzakonshme sigurisht me dirigjim britanik për të mos lejuar kurrë Vladimir Putinin që të marrën kontroll zonën nga Odessa deri në Krime, pasi është një zonë që ka pasuri maramëndse, por është edhe një zonë me kontroll strategjik në pjesën veriore të detit të Zi, pra në pjesën veriore të Turqisë. Pra, nuk duhet të habitemi, miqtë e mi dashur, që në një natë me hënë të bukur, avionët izraelit të ngrihen dhe të nisin sulmin në Turqi, dhe ku mund të bombardohen uzinat e prodhimit të ujit bërthamor në Turqi, dhe jo vetëm. Plani është i madh. Planin e solla sonte për ju, në detaje të cilat nuk keni për t'i gjetur në asnjë burim tjetër informacion. I sjellim për ju sepse shpresojmë dhe dëshirojmë dhe synojmë që kjo dritare të jetë një burim informacioni i përpikt për atë që nuk ju a thonë dritaret e tjera mediatike. Na dëgjojnë njerëzit e thjeshtë, na dëgjojnë tifozët, na dëgjojnë dhe ustallarët e mëdhenj. Ustallarët e kuptojnë shumë mirë se çfarë po them unë. Dhe ju bëj me dije të gjithëve ju që na ndiqni, Kreshnik Osmani bën vetëm një tifozlik. Rroft Shqipnia dhe miqt e Shqipnisë kushdo që janë ata. Çdo shtet në botë
që i ofron miqësi Shqipënisë rrofshin deri në përjetësi. Unë jam për të analizuar dhe për të hapur syt popullit tim dhe për t'i ofruar ekspertizë indirekte ustallarëve nëse na dëgjojnë këtu në Shqipëri dhe jo vetëm. Për sa i përket qëndrimit tim personal, unë jam me Shqipëninë dhe do vdes me Shqipëninë. I dua të mirën çdo populli dhe çdo shteti i cili i do të mirën popullit tim. Qofshin këta perëndimor apo lindor, qofshin këta amerikan, izraelit, turq, arab, iranian, rus, kinez apo çdo lloj race tjetër e botës. Qëndrimi im ndaj popujve të botës në lojën gjeopolitike është rroft Shqipënia. Nuk jam këtu për të bërë tifozin, jam për të zhbllokuar proceset e të menduarit tek populli im që po mbahet peng nga një grusht mediash mashtruese, nga një grusht portalesh mashtruese, nga një kast politike bandite anti-shqiptare që synon t'i idiotizoj shqiptarët, që t'i mbaj ata nën kontroll, t'ua marrin pasurit, t'ua grabisin Shqipërinë dhe t'i përzën ata nga trojet e tyre. Vetëm duke e kuptuar lojën e madhe, do të kuptojmë çfarë po luajnë mint këtu në Tiranë, në Ballkan, poshtë në jug, në veri, në lindje dhe në perëndim. Zoti ju past ju nën kujdesin e vet. Zoti e past Shqipëninë, shqiptarët dhe miqtë e tyre nën kujdesin e vet, derisa të ketë jetë mbi këtë tokë. Ngjarjet do të jenë të mëdha. Lufta do të jetë e madhe. Prisni, vitet e ardhshme do të jenë shumë të rënditura. Shumë gjëra do të rikonfigurohen. Kaq kishim për sonte, vijon në numrin e ardhshëm.